Është sezoni krasitjes së vreshtave dhe pemtarisë. Në këtë periudhë, fluksi punës është më i madh për punëtorët e këtij sektori. Një prej tyre është Taulant Kalemi, i cili prej 20 vitesh merret me krasitjen e pemëve dhe vreshtave. Ai tregon se këtë zanat e ka mësuar nga agronom dhe fal kësaj pune arrin të sigurojë të ardhurat për familjen e tij. Marrin telefona, kështu me vreshta, bëjmë rrushe, çdo ullinje, çdo pemë. Mbaj shtëpi me këtë punë. E kam qef këtë zanat edhe kam thënë në moshë 20 vjeç këtë zanat, në pas këtyre agronomëve. 10 janar bet krasitjave edhe në shkurt bet. Deri kaj. Pastaj po kaloj në mars, çelin ato edhe çojnë edhe lëngsoj edhe nuk krasitet mes e thahet. Marrojmë këto të krasitje dimërore, pastaj kemi harrjet, spërkatja. Bëna këto spërkatje për këto. Krasitja është artë më vete, shprehet Kalemi, duke shtuar se e veçanta e këtij procesi qëndron në faktin se çdo pemë kërkon një mënyrë të ndryshme krasitje. Ka lloj harje rushi, krasitje gjilberimi, në vreshta këto të ardhivet, i bëjmë harje ardhivet, për vitin tjetër për gësherën për dimërore. Bëj rushin, bëj dardat, moll, ullinj, pjeshkat, këto që janë, kajsi, çdo lloj peme. Në këtë sezon të ngarkuar, puna e krasitjeve mbetet thelbësore për një prodhim të mbar gjatë vitit, edhe pse kërkon përkushtim, durim dhe njohuri të veçanta. Për Taulant Kalemin, kjo është më shumë se një zanat, është një artë që siguron jetesën e familjes së tij dhe kontribon drejt për drejt në cilësinë e prodhimeve bujqësore.